Falëndërimi dhe lavdërimi I takon Allahut të plotfuqishëm për të gjitha begatit që na ka dhënë. I dërgojmë salavat dhe selam të dërguarit të fundit dhe të dashurit të Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, sahabëve të tij dhe të gjithë robërve të mirë të Allahut. Të dashur vëllezër, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muajin e agjerimit, muaj Kuranit dhe mëshirës së Allahut. Muaj kur zemra zbuten, shpirtrat pastrohen dhe besimtari I kthehet te Zoti të tij me sinqeritet dhe vendosmëri. Në Ramazan ne mësojmë durim, mirënjohje, vetëpërmbajtje dhe vetëdijshmëri. Të nderuar vëllezër, edhe një herë ishte një ditë si kjo e xumas, kur I dashur I Allahut, pejgamberi jonë në fundin e udhëtimit të tij të vështirë të hijretit po I afrohej Medinës. Kur arriti në vendin e quajtur Ranuna, kishte hir koha e drekës. Pejgamberi alayhis salam e mbajti një hutbë për besimtarët që e pritën me gëzim dhe falja atje namazin e parë xumas. Me këtë ngjarje të ndodhur gjatë hijretit, dita e xumas u caktua si dita e festës javore në të cilën mblidhen muslimanët. Që nga ajo ditë deri sot, në çdo të premte e përjetojmë me gëzim dhe emocion të madh, sepse xumaja është dita e ringjalljes shpirtërore javore, dita kur largohemi nga shqetësime dhe preokupime të përditshme dhe qëndrojmë përballë Zotit tonë në përulësi. Ajo është koha e lutjeve që nuk kthehen poshtë, koha për të përtërir beslidhen tonë me Krijuesin. Thot Allahu xhaleshanu në Kur'an: O ju që keni besuar, kur të thirret për namaz në ditën e xumas, nxitoni për tek përmendja e Allahut dhe lëreni tregtin. Kjo është më e mirë për ju nëse e dini. Pra, të nderuar vëllezër, besimtarët që I bindën me zemër këtij udhëzi hinor, lën anash çdo angazhim toksor dhe përgatiten për xuma, duke marrë për shembull pejgamberin alayhis salam. Ai që ka mundësi bën gusul, merr abdest të plot, kujdeset që rrobat I ketë të pastra. Përdor aromë të këndshme, kur hyn në xhami, ai sillet me dinjitet dhe qetësi, duke respektuar xhamatin. Ai kujdeset për rreshtat e rregullta, për safet, pastaj largohet nga zhurmat dhe sjelljet që shqetësojnë të tjerët. E dëgjon hutbën me vëmendje dhe në heshtje, sepse të flasësh gjatë hutbës apo të merresh me telefon do thotë ti humbish shpërblimet e xumas. Pejgamberi alayhis salam na ka paralajmëruar nëse ditën e xumas, ndërsa imami po mban hutbën, I thua shokut ton hesht e ke bërë të diçka të gabuar. Të dashur vëllezër, sot për fat të keq jemi larguar shumë nga njëri tjetri. Madje edhe fëmijët më të afërt shpesh nuk njihen dhe shumë pak kujdesen për problemet e tjerëve. Dita e xumas është mënyra më e mirë për të kapërcyer këto probleme shoqërore dhe për të zhvilluar lidhjen marrëdhëniet tona mes njerëzve. Muslimani duhet të takohet të paktën një herë me kuishin e vet, me shokët e vet, me miqët e tij, me xhamatin e tij. Ai qëndron në të njëjtin saf krah për krah dhe në këtë ditë ka mundësinë që të bisedojë për gajlet për hallet e veta. Pra, në këtë ditë ne flasim për hallet dhe nevojat si në nivelin lokal dhe gjithashtu në nivelin global. Ai që neglizhon këtë detyrë jo vetëm se shkel udhrin e Allahut, por tregon pak interesim për komunitetin, për vendin ku jeton, sepse xumaja nuk është thjesht një namaz, ajo është një obligim detyrueshëm për çdo musliman të shëndoshur. Dhe është një mundësi për të qenë pjesë e xhamatit dhe për të kontribuar në të mirën e përbashkët. Të dashur musliman, ai që pa arsye vlefshme fetare e le pasdore namazin xumas, ai bën një mëkat të madh. Siç thot pejgamberi alayhis salam, kush e le 3 herë namazin e xumas nga pakujdesja, Allahu atij I avulos zemrën. Prandaj të përfitojmë nga bekimet dhe mirësitë e kësaj dite, që është dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli. Le të kalojmë këtë ditë me përmendje Allahut dhe adhurim ndaj Tij, duke forcuar lidhjet tona të vllazërisë. Le të mësojmë fëmijët tanë në dashuri për namazin e xumas, t'i afrojmë rinjt tanë me paqen dhe dritën e kësaj dite. Ashtu si në kohën e pejgamberit alayhis salam të shkojmë në xhami si familje çdo të premte, e lusë Allahun në fund që në këtë muaj të na falë dhe mëshiroj agjerimin, duat, namazet dhe veprat tjera të mira të na pranoj
neve të gjithëve dhe prindrit tonë dhe familjet tona prej zjarrit të na shpëtoj dhe të na shpërblejë me xhenet në shoqërinë e pejgamberëve, shahidëve dhe njerëzve të mirë. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام فإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم